Arestohet nga policia e Sarandës kandidati për deputeti i koalicionit Shqipëria bëhet në Sarandë. Ergysi Sufi në banesën e tij u gjet një sasi kokaine. Rishit Sallahu mbeti i vrarë ditën e djeshme nga Ylberi Jaku në fshatin Pal të Hasit. Prej kohësh familjet ishin në konflikt pronësie. Qyteti i Beratit ka marrë vëmendjen e mediave ndërkombëtare për pasurinë e tij arkitektonike, kishat bizantine, xhamin dhe kalan shekullore. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ, këtu në të Dheu. Kandidati për deputeti i koalicionit Shqipëria bëhet në Sarandë. Ergysi Sufi është arrestuar nga policia pasi gjatë një kontrolli në banesën e tij u gjet një sasi kokaine. Ergysi Sufi, kandidat për deputeti i koalicionit Shqipëria bëhet në Sarandë, është arrestuar nga policia pasi gjatë një kontrolli në banesë atij është gjetur një sasi kokaine. Sipas burimeve zyrtare, kokaina dyshohet se ishte në posedim të Sufit, por nuk dihet nëse kishte për përdorim vetjak apo për tregti. Në momentin që policia ka shkuar në banesë, Sufi ka tentuar të largohet, por e pamundur. Ai është kapur dhe është dërguar në komisariat. Ngjarja ndodh vetëm 4 ditë nga data kur në vendin tonë do të mbahen zgjedhjet për kryeministër. Ky është fillim ngre pikpyetje mbi standardet dhe për zgjedhjen e kandidatëve që janë pjesë e gardës elektorale duke synuar një postë deputeti në kuvend. Në një komunikim me policinë e Sarandës, redaksia jon konfirmon. Shtetësi në fjalë u shoqëruar në ambientet e policisë në Sarandë pasi gjatë kontrollit fizik është gjetur një dozë e dyshuar në lëndë narkotike kokainë. Aktualisht po kryhen veprimet e mëtejshme hetimore dhe kontrolle në banesën e tij. Në përfundim të veprimeve procedurale, do të jepet edhe njoftimi i plot për rastin. Një konflikt disa vjeçar për motive pronësie ka përfunduar me një viktim ditën e djeshme në fshatin Pal të Hasit. Autori i ngjarjes, Ylberi Jaku, një ditë para se të ekzekutonte Rishit Sallahun, kishte paralajmëruar ngjarjen me anë të një postimi në rrjetet sociale. Mjaft është mjaft. Kur ju injoroni drejtësinë, njerëzit nuk ju injorojnë ju. Ishte mesazhi i drejt për drejt që Ylberi Jaku publikoi një natë para se të ekzekutonte me plumb Rishit Sallahun në fshatin Pal të Hasit. Postimi i tij në rrjetet sociale i shoqëruar me një foto personale u interpretua si paralajmërim për aktin që do të ndodhte vetëm një ditë më pas. Pas vrasjes, Jaku u arrestua nga policia dhe arma e krimit u sekuestrua. Ngjarja e rënditëse ndodhi vetëm 2 ditë pasi motra e viktimës, 21 vjeçaria, Artiola Sallahu, kishte dhënuar me sende të forta prindrit e autorit, Agim dhe Vera Jaku, pas një konflikti të ashpër për çështje pronësie. Të moshuarit përfunduan në spital me plag, ndërsa Artiola u arrestua për plagosje të rëndë dhe të lehtë me dashje. Konfliktet mes familjes Jaku dhe Sallahu janë të hershme dhe të përsëritura, të zgjatura për më shumë se një dekadë. Familja Jaku kishte bërë mbi 20 kallëzime pranë institucioneve për çështje pronësie, pa marrë asnjë zgjidhje konkrete. Ndër vite, tensionet e pasgjitura kanë degeneruar në përplasje të dhunshme, kulmuar tragjikisht me vrasjen e Rishit Sallahut. Një shtetase ukrainase rezidente në Sarandë është gjendur përballë një konflikti të ashpër për shkak të muzikës së lartë nga një lokal shumë pranë banesës së saj. Pronari i biznesit e ka sulmuar kur ajo ka shkuar të filmojë volumin e muzikës dhe kohën kur po ndodhte ngjarja. Një qytetare me shtetësi ukrainase dhe rezidente në Shqipëri ka denoncuar pranë redaksisë sonë një ngjarje të rëndë që lidhet me veprimtarinë e barit Tikun Tic në Sarandë, lokal që sipas saj dhe pamjeve të dorëzuara, shkel sistematikisht rregullat mbi ndotjen akustike duke ofruar muzikë live dhe volum të lartë për te orareve të lejuara. Ajo tregon se është ankuar disa herë në policinë e shtetit, por reagimi ka qenë minimal. Pronari ndalon përkohësisht muzikën kur vjen patrulla, duke shmangur përballjen me ligjin. Situata agravoi më datë 7 mars të vitit të kaluar në orën 23:50 minuta kur ajo tentoi të filmonte nga afër volumin e muzikës dhe kohën kur po ndodhte shkelja. Në ato moment, siç deklaron, është sulmuar fizikisht nga pronari i lokalit Alfred Fezo, i cili e kapi me forcë nga krahu, i rrëmbeu telefonin dhe ja theu, ndërsa e kërcënoi për pasoja nëse nuk ndalonte së denoncuari. Të pranishëm ishin edhe punonësit e barit, Kristi dhe Andrea, të cilët nuk ndërhyn. Pas incidentit, ajo kërkoi ndihmën e të njohurve për të njoftuar policinë dhe të nesërmen u paraqit në komisariatin e policisë së Sarandës, ku dha deklaratë zyrtare përmes oficeres së policisë gjyqësore, zonja Klejda Sula. Qytetarja ukrainase ka vënë në dispozicion materiale audio dhe video ku dëgjohet muzika dhe rruga, si dhe dokumente që konfirmojnë përmasat e shqetësimit dhe orarin e te kaluar të zhurmës. Ajo kërkon që autoritetet të ndërhyjnë menjëherë, duke i bërë thirrje shtetit shqiptar që të mbrojtë drejtat e saj si rezidente dhe qytetare që respekton ligjin.
Redaksia joni bën thirrje policisë së shtetit, inspektoratit të mjedisit dhe njësisë vendore që të marrin masa konkrete dhe të garantojnë mbrojtje dhe drejtësi si për banorët vendas ashtu edhe për të huajt që kontribuojnë dhe jetojnë në vendin tonë. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko ka paralajmëruar masa të reja sa i takon kredive për pasuri të paluajtshme. Këto limite synojnë ruajtjen e stabilitetit financiar. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko ka paralajmëruar ditën e djeshme masa të reja për të frenuar rrezikun e rritjeve të influske të çmimeve në tregun e pasurive të paluajtshme. Nga tani e tutje bankat nuk do të mund të japin më kredi për shtëpi pa kufi. Limitet e reja synojnë të kontrollojnë ekspozimin e lartë të sektorit bankar dhe të ruajnë stabilitetin financiar. Rritja e çmimeve të banesave, shpesh e pashoqëruar me rritje reale të ardhurave, ka krijuar një hendek të madh mes çmimit dhe papërballueshmërisë. Ky është një sinjal klasik i një fluske. Në shumë raste, ndërtimet e reja nuk përmbushin kërkesën reale për strehim, por funksionojnë si mjet investimi për para të padeklaruara ose të dyshimta. Kjo jo vetëm që deformon tregun, por rritet rrezikun sistemik pasi bankat ekspozohen në mënyrë të konsiderueshme përballë vlerësimeve artificiale të pronave. Sipas rregullores së re, qytetarët që duan të blejnë banesën e tyre të parë do të marrin kredi vetëm 85% të vlerës së pronës, ndërsa për apartamentin e dytë financimi do të jetë maksimumi 80%. Maksimumi i huas në lek do të jetë 85% për shtëpinë e parë dhe 80% për shtëpinë e dytë, tha Seko, gjatë një konferencë për shtyp ditën e djeshme. Masat janë edhe më të forta për kredit në valutë për të zbutur rrezikun nga luhatit e kursit të këmbimit. Në këtë rast, huamarrja do të kufizohet në 75% për banesën e parë dhe 70% për banesën e dytë. Në valutë të huaj, vlera e kredisë do të jetë më e ulët për të shmangur rrezikun e kursit të këmbimit, shtoi ai. Gjithashtu kufizimet do të vendosen edhe në përqindjen që kësti i kredis zë ndaj të ardhurave mujore. Kjo do të jetë 40% për kredi në lek dhe 35% për kredi në valutë për banesën e parë, ndërsa për shtëpinë e dytë, raporti do të jetë 35% në lek dhe 30% në valutë. Këto masa synojnë të ftohin nga treg të nxehtë ku çmimet kanë dalë për te logjikës së të ardhurave reale dhe janë duke u kthyer në burim spekulimi dhe pastrimi parash. Bankat tashmë rendisin fluskën e ndërtimit si rrezikun e tretë më të madh të sistemit financiar pas sulmeve kibernetike dhe tronditjeve globale. Aktualisht, sipas të dhënave zyrtare, rreth 390 miliard lek kredi janë të mbështetura me kolateral në pasuri të paluajtshme, nga të cilat 195 miliard janë kredi të dhëna individëve. Një rënje e papritur e tregut mund të godasë rënd bankat dhe ekonominë në tërësi. Qyteti i Beratit ka tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare duke u prezantuar si një nga destinacionet më tërheqëse në Shqipëri. Kjo falë rëndësisë historike të qytetit, pasurisë së tij arkitektonike, kishat bizantine, xhaminë dhe kalan shekullore. Berati është qyteti shqiptar që nuk po tërheq vetëm vëmendjen e turistëve, 1 milion e vizituan sezonin e kaluar, por ka rrëmbyer edhe vëmendjen e mediave ndërkombëtare duke u prezantuar si një nga destinacionet më tërheqëse në Shqipëri, i vendosur tashmë në hartën globale të turizmit. Berati në sytë e mediave prestigjioze ndërkombëtare si Time Magazine e përshkruan atë si një qytet që ofron një përzierje të trashëgimisë kulturore dhe mikpritjes. Artikulli thekson rëndësinë historike të qytetit, pasurinë e tij arkitektonike me kisha bizantine, xhami dhe kalan shekullore. Le Monde ka raportuar për transformimin e Shqipërisë përmes turizmit masiv, duke përmendur Beratin si një nga qytetet që përfiton nga ky zhvillim, thekson rritjen e numrit të vizitorëve dhe përmirësimin e infrastrukturës turistike në qytet. The Sun e ka përfshirë Shqipërinë në listën e destinacioneve të reja për pushime, duke përmendur Beratin si një qytet me çmime të përballueshme dhe atraksione kulturore dhe të pasura. Gjithashtu, The Sun thekson se qyteti është vetëm 3 orë larg nga Mbretëria e Bashkuar dhe ofron një alternativë ekonomike ndaj destinacioneve tradicionale. Condé Nast Traveler paralelizon shtëpitë e bardha, karakteristike të Beratit me ato blu të Pulias dhe sigurisht sugjeron lexuesit e saj të vizitojnë qytetin 2400 vjeçar si një destinacion must. Lonely Planet, pavarësisht se tani është një qendër e madhe për turizmin në Shqipëri, Berati ka arritur të mbajë sharmin e vet dhe atmosferën miqësore. Slow Travel e këshillon çdo udhëtar të botës të kalojë të paktën 3 net në Berat, rendit gjithçka që mund të bëjë në këtë qytet pa harruar rikthimin në të. El Pais e ka cilësuar Beratin si një xhavahir të Ballkanit që duhet zbuluar. Revista prestigjioze franceze e verës, La Revue du Vin de France, ka vlerësuar verërat me etiketë shqiptare. Mes 7 më të mirave, 3 janë kantina e Beratit, Chobe One, kantina Alpeta dhe kantina Pupa.
Berati është qyteti i kantinave dhe një herë në vit mbledh kantinat shqiptare dhe më gjerë në festivalin e verës Wine and Stories of Berat. Berati si simboli i turizmit shqiptar, e dini se çfarë është më e bukur. Berati shpesh është i zgjedhur si imazhi i përfaqësues në artikuj dhe promovimet e Shqipërisë. Fotot e qytetit me shtëpi të bardha dhe dritaret karakteristike përdoren në kopertinat e shumë artikujve ndërkombëtar, duke bërë atë një simbol të turizmit shqiptar. Edhe kur një shkrim flet për 10 qytete shqiptare, kopertina i takon Beratit. Zonja dhe zotërinj, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë miru takofshim.